Prokuroria posaçme BKH dhe forcat e policisë që prej mëngjesit të sotëm kanë nisur një operacion të gjerë në Elbasan. Sipas informacioneve, në fokus të aksionit kanë qenë njerëz të lidhur me Suel Çelën, i cili është në kërkim nga SPAK për një sër veprash penale. Pak muaj më parë, organizata e tij u godit fort nga SPAK, fal përgjimeve të Sky ICC, por vetë Suel Çela nuk gjendet. Mësohet se sot janë ushtruar kontrolle në biznese dhe zyrtarë që kanë lidhje me Suel Çelën. Në media raportohet se janë ushtruar kontrollet e bizneset e Nazif Bajramit, një biznesmen i njohur në fushën në ndërtimit në Elbasan. Gjithashtu ka pasur kontrolle të Mariglen Çoku, administratori i ekipit të futbollit të Elbasanit. Bëhet fjalë për kontroll në 4 banesa dhe një zyrë, ndërsa është kontrolluar edhe shtëpia e drejtorit të UKK Elbasan, Luan Tabaku. Në zbatim të vendimit të gjykatës janë sekuestruar dokumente, celular, laptop dhe të dhëna të tjera me rëndësi për hetimin. Sipas informacioneve, fokusi i hetimit të SPAK ka qenë te disa biznese që dyshohet se kanë marrë tender dhe kanë përfituar favore publike në kundërshtim me ligjin. Po ashtu ka dyshime se këto biznese kanë marrë tendera fal lidhjeve me Suel Çelën. Kur SPAK goditi organizatën e tij, doli qartë se Suel Çela kishte futur njerëz në administrat dhe ishin besnikët e tij që jepnin tender. Pamfleti denoncoi emërimin e drejtoreshës së Agjencisë së Zhvillimit të Territorit. Mes 21 emrave të akuzuar nga SPAK ishin Marcel dhe Gino Roka. Në fakt, ata janë vëllezërit e drejtoreshës së AZT, Adelaida Roka. Roka u katapultua nga juriste në kompaninë e Çementos në Fushkruj, në drejtoresh të AZT-s, duke pasur vëllezër 2 ushtar të Suel Çelës, por nuk është ky vetmi institucioni kapur për i tyre, pasi edhe i ati Agron Roka ka qenë drejtori burgut në Bradashesh. Mirë, po në dosje dalin edhe episodet të tjera, ku Suel Çela dhe Klaus Matishi ndërhyjnë për të vënë njerëzit e tyre në krye të spitalit të Elbasanit dhe të sektori antidrogës në policinë e Elbasanit. Spitalin e donin sepse ka tender, ndërsa kreun e antidrogës që të kontrollonin kollaj territorin.